Zbardhen gabimet në përkthimin anglisht të kushtetutës që ish dërguar Komisionit të Venecias. Janë 3 nenet aneksit kushtetues të cilat janë përkthyer gabim e për të cilat Partia Demokratike i është drejtuar me një letër Komisionit të Venecias. Bëhet fjalë për nenin B që parashikon detyrat e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Në variantin anglisht është shtuar pjesa në përputhje me rregullat që përcaktohen në ligj, një përcaktim që nuk ekziston në variantin shqip. Gabimi tjetër është në nenin C ku versioni anglisht thotë se Komisioni dhe Kolegji i Apelimit mund të publikojnë informacionin dhe të mbajnë parasysh komentet që vijnë nga publiku, ndërkohë që kushtetuta në gjuhën shqipe sanksionon se Komisioni dhe Kolegji i Apelimit publikojnë vendimet e tyre si dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm të marrë nga publiku. Për të gjitha gabimet që ekzistojnë në kushtetutën, në variantin anglisht, Partia Demokratike ka vënë në dieni Komisionin e Venecias, ndërkohë që nga ana e saj edhe gjykata kushtetuese pas ankesave të opozitës ka korrigjuar gabimet në përkthimin e ligjit vettingut, duke i dërguar Venecias një version të ri të draftit për rivlerësimin e gjyqtarëve e prokurorëve. Drafti i vettingut i cili u vendos në qendër të debatit politik është përkthyer nga misioni Euralius në Tiranë dhe pikërisht në kulmin e këtij debati është mësuar se shefi i misionit, njeriu që ishte pjesë themelore e reformës në drejtësi, Ranier Debil, është pezulluar. Ende nuk dihen arsyet pse është larguar nga posti i shefit të misionit, por mësohet se ai është zëvendësuar tashmë nga Agnes Bernhard, eksperte ndërkombëtare për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe Gjykatën e Lartë, e cila gjithashtu ka asistuar Shqipërinë në procesin e reformës në drejtësi.